Do të vjojmë diskutojmë në lidhje me transformimin digital në vendin tonë parë në kundërshtrime ndryshme, si nga ana e bizneseve, masave që merr qeveria shqiptare, por që është e rëndësishmja edhe edukimi i qytetarëve shqiptar, i bizneseve shqiptare. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Erion Nako, strategjist për zhvillimin digital. Zotin Nako, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, si gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit. Ta nisim me edukimin e shqiptarëve, sepse do të flasim njëkohësisht edhe për sa i përket një objektivit të qeverisë shqiptare cashless, 60% deri në 2030, por do të diskutojmë pak momente më vonë. Shumë i rëndësishëm është edukimi i qytetarëve shqiptar, i bizneseve në lidhje me digitalizimin, sepse referuar dhënave të Eurostat, 83% e përdorin internetin, por ka pak transakcione bankare, ka njëkohësisht shumë pak blerje online. Çfarë duhet bëjmë më tepër, Erion? Në pamjet parë, duket se përdorimi i internetit është i lartë, por nuk është për ato arsye për cilat dhe ju e përmendët. Është për Instagram, për Facebook, është për shumë social media. Unë pash një raport të detajuar. Pjesën më të madhe e zënë mediat që streamohen, zakonisht TikToku, Netflixi, Instagrami. Ne kemi rritur të fuqizojmë, duket se ka rënë shikimi televizionit në Shqipëri, dhe është fuqizuar media digjitale online, YouTube-i, edhe Netflixi. Gjithashtu përdorimi i madh i TikTokut nuk arrit të bëhet, sepse TikToku është ka kaluar tash nëpërmjet VPN-ve me adresa me IP të fejkura nga vende të tjera vazhdon të përdoret. Unë mendoj që strategjia e ndjekur nga bankat në bashkëpunim me Ministrinë e Financës duhet ribër, sa i takon mënyrës së futjes së pagesave dhe blerjeve digjitale, ose atyre që quajmë blerjet online. Duhet ribër dhe si duhet fokusohet? Duhet ribër në disa aspekte. Që të kalojmë në një cashless country, siç janë vendet nordike apo disa vende të tjera, duhet që të futet përdorimi i portofolit digital. Ne kemi diskutuar para disa kohësh bashkë. Futjen e portofolit digital në cilin ti do të kesh të gjitha facilitetet që ti ke në kartën e kreditit dhe gjithashtu do të kesh edhe të gjithë modalitetet që ky portofol të jetë integruar në një sitë tregtare. Pra ti ta kesh mundësinë që posi të mos shkosh në dyqanet e myslimshyrit e thotë s'mpunon posi se s'm ka ardhur një herë ai bankës ma rregulloi. Të mos vesh nëpër dyqanet e lagjes të mos kenë pos. Të mos vesh dhe të kërkojnë direkt cash. Taksit janë të gjitha të orientuara drejt pagesave cash. Shërbimet utilitare janë me cash. Kasat në të cilat ti duhet vesh të paguash shërbimet më qendrore janë prap cash. Dyqanet, POS-et, point of sales, të gjitha duhet jenë të orientuara drejt pagesave digjitale. Këto bëhen me iniciativa të nivelit kombëtar. Asnjë biznes nuk do ta fusi përdorimin e paras digjitale apo strukturave digjitale, nëse nuk ka një implementim nga Ministria e Financave dhe një kontroll nga njësitë e tatimeve. Futja e njësive blerëse digjitale do rriste ekonominë formale, do ulte ekonominë informale. Duhet që shteti të fillojë të bëhet faktor në ekonominë digjitale në Shqipëri. E kam përmendur disa herë, më duket se nuk dua më të ripit ato që kam thënë, po iniciativa të këtij niveli për të kaluar në cashless country vijnë nëpërmjet bashkëpunimit ku presioni me modalitetet e fuqisë që ka vendimarrja shtetërore bëhen për të fuqizuar atë që ne sot e quajmë daljen në ekonominë digjitale ose në fuqinë blerëse digjitale. Kjo ndërtohet në bashkëpunim me bankat, që janë faktorë që duan të përdoret kartën sepse bankat kanë interes, me njësi tregtare. Ti shkon në njësi tregtare dhe ajo thotë paguan me cash se mua më banka përqindje. E ke dëgjuar këtë? Ky është problem më vete. Nuk është ky një problem i dashur? Nuk është ky një problem që ajo nuk e incentivon vetë njësia tregtare nuk e incentivon mbase përqindja e mbajtjes së fitimit në karta është e lartë. Ky është një problem tjetër që duhet diskutuar. Përse portalet chargjojnë dhe masat që marrin, pse është iniciativa cash on arrival? A nuk është kjo një gjë që e incentivon cashin? Kur s'ka kosto përjedhoj njerëzit shkojnë te cashi. Po pra?
Duhet incentivuar që pagesat në POS, po më thuaj. Edhe POS-et për shembull, bankat patjetër e ofrojnë, qeveria synon ta bëjë që bizneset e kenë të detyruar, por POS-i ka një tarif apo një komision që varion nga 2 deri në 3% të xhiros që bëhet nëpërmjet POS-it. Duhet zvogluar në 0.6. Po në 0.6. Në krahasim me fitimin ky 2 apo 3%, me fitimin që gjenerohen biznesi shkon në 20 apo 30%, kështu që banka është një farë aksioneri nëpërmjet një pajisje tek një biznes. Absolutisht, sepse banka kërkon që koston e menaxhimit të mbajtjes së atij posti edhe njerëzve që punojnë mbrapa për postin, t'ia faturoj biznesit. Nuk e ka si kosto operacionale të shitjeve. Banka duhet jetë interesuar që të rriten shitjet dhe bankat kanë patur dikur skuadra të tëra që bënin iniciativën e fuqizimit ose futjes së posteve. Po ta shikosh, bankat nuk bëjnë më reklama për blerjet online. Bëjnë vetëm reklama për kartat, sepse kanë të fjetur mendjen që nxjerrin lekët nga kredit. Po ta shikosh, shërbimet e kartave nuk është të promovohen në Shqipëri. Përveç disa bankave që kanë dëshirë të ta lidhin bankën me modalitetet tona të qenurit kombëtare, të qenurit national, diçka e tillë. Jo kombëtarja, jo kjo, jo ajo. Edhe ata shohin veten për reklamat kur los kombëtarja me kartat. Po nuk është se ka sot një iniciativë të mirëshfill të bankave të nivelit dytë që të bëjnë një fushat shumë të madhe fuqizimi për përdorimin e kartave të kreditit. E qartë. Kjo do ishte shumë e rëndësishme që ne të rrisim vetë fuqizimin e përdorimit të paras digjitale. Ndërkohë, për sa i përket individëve, çfarë duhet bërë me ta, sepse kam përshtypjen që edhe aty ka probleme të mëdha në gjithmonë aspektin e edukimit, rikthimit besimit dhe ti thuhet kam përshtypjen troç që këto janë përfitimet nëse përdorni sa më pak keshin. Po. Unë mendoj që ne duhet fillojmë të diskutojmë që nga fillimi i shkollave të mesme. Që nga lëndët që bëhen në vitin e 2 ose të 3, duhet fusim tendencën e ides që kartat, mjetet digjitale, portofolio digital, ID digjitale, që janë të lidhura me pagesat, duhet të jenë facilitator, lehtësues. Dhe koncepti i paras duhet filloj të kthehet në atë që paraja kesh nuk është një vlerë e shtuar. Kur ne vazhdojmë të incentivojmë dhe të përdorim fëmijëve tanë duke u lënë 200-300.000 lekë të vjetra gjithmonë në duar, ose shifrat e tjera në duar, me cilën ta ndihen pronar të paras, sepse të jep tjetër gjendja kur ke 500.000 lekë në dorë, në moshë të vogël. Duket sikur je i rëndësishëm. Duhet fillojmë të heqim kompleksin e të paturit para të madhe në dorë. Duhet që në moshë të shkollave të mesme, ne të fusim idenë që ti duhet paguash me kartë dhe duhet kesh kaq mundësi që të paguash, pra duhet që të edukojnë fëmijët me masën e kursimit dhe në shkolla, në lëndë që nuk bëhen, për shembull, gjej këtu të falenderoj një moment që GJA, një iniciative e ADF-s Junior Achievement, ka një lëndë për pagesa digjitale dhe bëhen nëpër shkolla, po nuk është një lëndë e cila ka shkuar besoj duhet ishte në gjithë vendin. Që është lehtësia që përdor sot përdoruesi i moshës po themi 20, 30 deri në 40 vjeç, se çfarë lehtësirash ka nga përdorimi i paras asaj që quhet cashless ose paras digjitale. E para siguria. Ti me këtë shmang në pjesën më të madhe tendencën për të vjedhur ose për të grabitur. E dyta, ti jep mundësi vetesh të lëvizësh shumë lehtësisht nga platforma në platformë të bësh pagesa në çdo cop të botës, sepse ato janë botërore. Visa, Mastercard, gjëra të tilla. Nuk ke nevojë të dërgosh keshin aty. Nuk ke nevojë. E treta, është integruar për të gjithë llojet e pagesave, siç janë ujë, dritat, utilitetet, bankat, tarifat, qirat, gjithçka që kemi. Ne nuk kemi më nevojë të bëjmë gjëra të tilla sepse i kemi në portofolin ton. Dhe shumë e rëndësishme, nga ana tjetër është që këta të fillojnë të kuptojnë që paraja digjitale, e cila është e mbajtur nëpër portofoljet e bankave në aspektin digital, po do na japi mundësinë nesër që të rrisim mënyrën tonë si individ për investimet. Dhe ju e keni parasysh që njeriu duhet që në një mas saktuar të fillojë të krijojë portofolin e vet investimeve. Dhe unë jam që si çdo individ që është sot në edukimin parashkollor ose në edukimin e shkollave të mesme, para universitar dhe çatosha, dhe atë universitar duhet fillojë të mësohet me portofolin e vet të investimeve.
Ky është një koncept që bota e ka prej vjetësh, por ne kemi filluar ta shikojmë tani që ato kursimet mos rinë të vdekura, por të kalojnë disa nivele të investohen. Kjo do ishte shumë e rëndësishme, nëse ti ke portofolin tënd të investimeve, qoftë duke filluar nga pensionet private, ose nga blerjet e aksioneve, obligacioneve, kredit ose trajtat e ndryshme të investimeve nëpër kompani. Po ky portofol, duke qenë digital, duke mos qenë i vdekur ose i mbajtur poshtë jastekut, siç jemi mësuar në shqiptarët të mbajmë lekët, derisa na myken edhe i gjejmë në forma që ti e di mirë, të zverdhura me miliona euro, arrim të krijojmë atë që ne do të quajmë qytetarin e ri të botës, atë kozmopolitanin që ne presim ta shikojmë shqiptarin e të ardhmes. Pa komplekset e të mbajturit para me vete. Sepse kur ti shkon dhe ai oficeri i kufirit pyet sa para ke me vete, kjo është një gjë që duhet të kalohet me futjen e Bashkimit Evropian. Nuk duhet bëhet mos i pyetje. Absolutisht. Absolutisht, nuk duhet konsiderohet që një njeri duhet mbajë 1500, 1800, 2000 euro me vete kur del nga Shqipëria. Ndërkohë, Erion, ka një gap të jashtëzakonshëm, flasim për blerjet online, jo për përdorimin e internetit. 16.3% e shqiptarëve nga 16 deri në 74 vjeç kanë porositur mallra ose shërbime në internet. Jemi të fundit në Europë, por ka një diferencë të jashtëzakonshme me vendin e parë, Holanda, që shkon pra nivelit të 91%. Rreth 90% që është Holanda. Po. Mos gaboj unë. Po, 91%. Holanda po Holanda është quhet edhe Amerika e Evropës për blerjet. Është totalisht online e gjitha, është shumë e integruar gjithçka. Kemi disa handikape ne, Gideon. Handikapi i parë që na vjen është ajo 20% në blerje. Po. Më duket se e kemi diskutuar që për çdo blerje që ti bën, të mbahet një 20%, i cili është për të fuqizuar ekonominë shqiptare. Nuk është fare relevante ajo, për mendimin tim, nuk duhet të ishte, sepse ti e frenon njeriu të blejë nga një treg në të cilin realisht ai është treg i hapur botëror. Ka mundësi të konkurosh vëri një taks, po jo 20%. Jo, taksa që është sot për blerjet online edhe është për shifër shumë të ulët, është deri në $100, mos. Më duket se kanë bërë 20. E kanë ulur 23. Ajo është vrastare. Ka qenë 100 për shumë kohë, pastaj ul në 23. Është vrastare për blerjet online. Mund të ketë një raport me siguri posta shqiptare ose këto postat e tjera që bëjnë blerjet, për të treguar realisht se si është, po unë mendoj që ky është faktori kryesor i stopimit të blerjeve online. Edhe blerjet e brendshme ran nga kategoria që kur ishte Covidi që blinin gjithçka online. Pastaj mbas Covidit hyri informaliteti, sepse informaliteti u krijua kur plasi Instagrami, dolën faqet e Instagramit, Ministria e Financave nuk i bllokonte dot, faqe fake pafund, posta të frikshme, ca kompani që shistin nga Kosova me kpuc me të njëjtën këmbë, 2 herë të majt, dolën ca xhupa nga Turqia që ti si kishe parë kurrë, me ca reklama të frikshme mbrapa Abdibdas, e kupton çfarë nuk ka parë në treg. Po unë mendoj që formaliteti duhet krijuar duke e lënë mundësinë e blerjes online, sidomos unë nuk besoj se njerëzit mund të frenojnë Temun, që është në gjithë botën. Besoj Temuja është AliExpressi, Amazoni, por mendoj janë e-commerce të forta. Po prap Shqipëria është dobët, është shumë dobët, sepse njerëzit nuk besojnë akoma te produkti, besojnë shumë tek ajo që shikojnë me sy. Po, ta shikojnë të edhe si koncept edhe si mentalitet. Po. E dyta edhe një pjesë e mirë utilitet, ndodh edhe kjo që nuk po zhvillohet në Shqipëri, megjithëse kanë hyrë përgëzimet e mia mbas parës fort babunit në Tiranë edhe hyrjes Voltit. Mendoj se duhet të fillojë delivery door to door, që të arrisi këtë gjë. Po. Pra unë mendoj që vendorat kryesorë në Tiranë të delivrimit duhet garantojnë që cilësia e produktit është ajo cilësi që ata shikojnë në aplikacion. Dhe njëkohësisht ketë edhe lehtësi për konsumatorët që sepse mungon kjo provimi apo ta prekësh produktin, e shikon e provon kur ta sillin te dera e shtëpisë. Në këtë moment, nëse nuk pëlqen, duhet ketë lehtësi të tjera, kam përshtypjen. Jo, duhet ishte një lehtësi rikthimi Temuja e ka këtë. Duhet reklamimi, diskutimi, kurse bizneset shqiptare nuk është se janë aq të hapur për të bërë gjëra të tilla. Megjithëse unë besoj që nuk jemi bërë akoma treg interesant
po duhet ishim bërë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, që të fillojmë të bëjmë një treg interesant, çik më i madh. Po. Sepse nuk kemi akoma një prezencë të Amazonit rajonale. Po. Që të jetë Amazoni që ta kesh aty. Akoma Amazoni i sjell porosit nga Hollanda për blerje të Shqipëri. Më kupton? Nuk është se kemi një hub të Amazonit aty afër që çmimet mund të jenë. Dhe nuk shikoj edhe një gjë tjetër që duhet ishte shumë e rëndësishme është për blerja e madhe e produkteve për këto shopet e mëdha për mollet. Do më thënë, gjithë emrat e mëdhenj sot që janë në treg në Tiranë, supermarketet, nuk janë ke ky shërbimi i shtëpisë. Do më thënë, duhet të ishin shumë aktive. Mendoj unë gjithë supermarketet e mëdha, duhet të këmbgulin që produkti duhet shesin, duhet rrisin me 30-40% shitje në shtëpi. Nuk besoj se kanë menduar, se nuk janë, se jemi ne më të dëgjuar të botës, por unë mendoj që vende tjera, edhe me cilësi mbase tregje pak më të mëdha, po jo tregje shumë të mëdha, kanë arritur që pjesën më të madhe të shërbimeve dhe blerjeve t'i bëjnë në shtëpia. Edhe sepse door-to-door delivery edhe aty. Apo produkte. Fruta perime, mishi, produkte, domethënë kur flasim për një sport blerje të shtunë të diel. Sport e ushqimeve. Të një sport ushqimeve. Sportin e ushqimeve duhet fillojmë që ta blerjen e ujit, që është një gjë që e ngrem çdo ditë në kurriz, sepse ne ujin jemi një vend që nuk e pim ujin nga rubineti. Apo jo? Jo, e blejmë. Ujin e blejmë. Kjo do ishte një door-to-door delivery. Ajo që mungon tjetër është from farm to door, se kemi fare si vend. Do të porosish direkt nga ferma, që kanë shumë vende të zhvilluara. Pra mundësit janë të jashtëzakonshme. O ka diskut pafund. Duhet që shteti ta incentivojë. Duhet i thotë shteti, nuk duat përmend emra, se ju supermarketit X, i për çdo blerje online, unë do të ul kaq %. Pra duhen incentivat gjithmonë nga ana e shtetit. Po duhet futesh tek ajo, sa ti nuk i dele sapi. Duhet ai plani kombëtar. Të marrim motorin. Duhet diskutimi që ne të fillojmë dhe të themi si do ta kalojmë në cashless country. Jo vetëm me detyrim, edhe me incentiva, edhe me dëshirën që ta bëjmë me dëshirë supermarketi, që kompania e delivrimit të vinë nesër dhe thotë un kam një plan se si ne mund të shkojmë për delivruar, për shembull po të marr ty delivrimin e ilaçeve për pensionistët. Që ata ta bëjnë, më kupton, të blihen nga familjarët e tyre, e të bëhen të gjitha blerjet. Dërgesa bëhet nga farmacia në shtëpi. Dërgesa bëhet nga farmacia në shtëpi. Po filloj të futet si koncept. Për shembull, një faktor kryesor, mendoj unë, që mund të ishte national provider i blerjeve online dhe mund të ngrinte nivelin e blerjeve mbase guxoj ta them me 50% mund të ishte posta kombëtare, posta shqiptare. Posta shqiptare. Unë besoj që po të marri posta shqiptare iniciativën që të ngrihet, të bashkëpunojë me providerat e mëdhenj, me elektroshtëpiakeve, me providerat e foodit, me providerat e kryesorëve të retailit. Posta shqiptare mund të bëjë revolucion në blerjet online. Kemi një objektiv. Faktor. Po. Dje Erion më shpalos një objektiv nga ana e qeverisë shqiptare, Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe Ministri i Financave Zoti Malaj. Deri në 2030 do të kemi 60% të transaksioneve cashless. Është një objektiv i arritshëm? Me gjithë të probleme që ne po diskutojmë? Ministria para se të nxjerrë deklarata bën mirë se kështu dëshirë ka ajo, për Petritin kam respekt se kam punuar, djali mirë dhe edhe inovatorësh, Zoti Malaj. Po para se të fillosh të ngresh ti vësh vetes detyra 2030-2020, duhet bësh assessment fort. Duhet shikosh se ku je dhe duhet dish se sa do bësh një 5 vjeçar për faktin se je mbrapa. Pra, unë nuk them se nuk arrijen, po duhet të kesh këmbë të forta dhe çfarë ngrehine, strukture, modalitetesh, njerëzish, edukimi, baza të forta ligjore, do kesh për të rritur një strukturë të tillë. Më kuptoni ti? Po. Pra që të japësh vetes objektivin 2030-ën, 60% cashless country, duhet të kesh ngritur që në 2025-ën, se iku 2025-a, 2026-2027, duhet të kesh ngritur gjithë ato që thash më sipër, që të bësh një implementim 2028, 2029, 2030. Pra një vitesh përgatitje, pastaj dhe duhet të jetë edhe aspekti ligjor, infrastruktura
ka infrastrukturë, po duhet që ta incentivosh të japësh fuqi çdo hallke të sistemit të ngrihet mbi atë që quhet dëshira personale. Çdo hallk duhet të jetë bashkë. E përmendëm shoqatë e bankave, përmendëm entet kryesore të energjisë dhe të prodhimit në vend, përmendëm kompanitë çenet e retailit, përmendëm strukturat këto kompanitë e payment, që janë shumë të rëndësishme, që pse janë alternativë përveç bankave, fintechu. Të gjitha ato duhet të jenë gati, që ti lidhësh bankat me fintechet, ti kesh të bëra në aspektin digital të gjithë organizuar dhe të filloshin njerëzit të kenë vërtet dëshirë të mos mbajnë para me vete. Jo të ndjen pasigurt, që kur ti shkon ajo goca në mostot ty që nuk po punon posi. Këtu fillon, i thoj ministri, se këtë doja t'ju thoj ndonjëherë kur i takon, duhet të thënë, këto letrat që vjen, cashless country, më the të thash, bëhen duke u bazuar mbi atë që ti do të arrish, po me ca letra. Dhe unë nuk e kam ndjekur deklaratën. Jo, ishte një aktivitet djenë darkë. Mund të thuhen, po duhen parë planet. Unë besoj që Ministria e Financave, po ta vërë në fokusin e vetë, mund të ndihmoj shumë, po Ministria që do të ndihmoj Ministrinë e Financave është si përmarrja, që duhet të vejë dhe t'i thot bizneseve, you're interested to go into. Pra ti duhet kesh interes të shkosh te kjo. Se Ministria e Financave është zbatusi, është polici i keq. Më kupton, duhet jetë polici mirë dhe polici keq. Polici mirë është Ministria e Ekonomisë. Polici mirë duhet punoj, polici mirë ekonomia si përmarrja duhet punojnë 1 vit, 2 vjet që të filloj ky polici keq të mbledhë rezultatet. E 2028-29-30-ës. Sepse në fillim ne duhet ta bëjmë të interesuar biznesin për këtë. Unë nuk besoj se këto nuk janë të arritshme, por duan punë konkrete. Dhe duan gjithashtu iniciativa, si sa thash, nivel kombëtar, po me fillimin që nga edukimi i fëmijës deri tek ai pensionisti që duhet bindet mos vetë të pres atje në radhë që ti shikoj ato lekët në dorë se do t'i gëzoj duke i patur. Do t'i thosh që xhaxhi ti do t'i kesh te softi, ja ku janë lekët e tua, nuk ti merr njeri, kështu përdoret edhe pajisja. Kështu përdoret pajisja, ja ku i kes edhe ai i moshuari me të gjithë respektin që kam për moshën, se kam prindit në atë moshë. Në Holland, nuk është se nuk ka ndryshime tek sistemi, por e kanë bërë 1 herë, 2 herë, 3 herë, e dinë që sistemi nuk çedon dhe janë shumë sigurt që e përdorin. Kjo është diferenca. Sepse ne duhet t'i japim në çdo kohë gjithë secilit besimin që sistemi funksionon. Po qartë. Zoti Nako, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio. Gjithmonë kënaqësi. Gjithmonë kënaqësi. Ditë mbar. Ju përshëndes, ditë e mbar.